titullin kampion bote WBO. 10 raunde nga 3 minuta. Albri, ja arritëm pra në finalen e këtij eventi Rumble in the Jungle. Nuk e di se sa shpejt kaloi ora, më duket sikur kemi nisur transmetimin vetëm një orë më parë. Gjithsesi është nga ato ndeshje që nuk duhet humbur, prandaj shpresoj që t'jeni gozhduar përpara ekranit të Fox News për të shijuar nga afër. Kjo është më që e boks emocionet e kësaj ndeshje. Është një sport që i bën orë duken si minuta duken si sekonda. Është sport shumë i veçantë. Japa në ring përballet Rogers Muslia, djaloshi Pukjan, metodat jeshile për ballti. Brian Santander, kundërshtari nga Kolumbia. Kjo ndeshje është e vlefshme për titullin WBO Youth Light Heavyweight Champion of the World. Pra një titull junior kampion bote, i cili është zakonisht para rendës i shumë kampionet botës. Shumë kampion bote kanë pasur këtë titull në peshën 70 kg. Dhe brorimat për Muslin janë në këto momente. Muslia 24 vjeç, më falni 25 vjeç, me një rekord ndeshjesh prej 7 duele, 3 për cilëve i ka fituar me knockout, pra 7 fitore, 3 me knockout, 0 humbje, 0 barazime. Dhe e bukura e Muslis, nickname-i i tij është Thunder Kill, sepse ka grushta si vetëtima, dhe grushtat e tij si vetëtima nga ky moment në këtë round të parë. Pra, fillon pra main eventi Rumble in the Jungle, mundsuar nga grushti i hekurt OTR Boxing Promotions, falenderojmë promotorët Nelson Hysa, Eduardo Libri dhe Noizi. Dhe patjetër Fox News. Patjetër, që mundsoj transmetimin e këtij eventi në ekranet e tuaj, në ekranet e gjithë teleshikuesve. Të fort. Siç e thash Albi, ky titull bote, shumë kampion bote e kanë pasur në fillimin e karrierës tyre. Është një, si e shpjegoj, është ndër ato brezat që simbolizojnë një me shumë premtuar. Le të themi statistik, Dimitri Bivol, kampioni absolut i botës në peshën 71 kg, që është e njëjtë si ky duel, edhe ai ka boksuar për këtë titull dhe ka fituar. Kam përshtypjen që kjo do të jetë është një augur i mirë, mendoj unë. Augur i mirë për Rogers Muslian, Thunder Killerin ton, grushtin vetëtim. Xhepi fort nga Muslia, ky xhep, njëra pas tjetrës nga Pukjani. Rogers Muslia. Ky duel është i vlefshëm për 10 raunde, pesha 71 kg, 79.6 kg, divizioni light heavyweight në anglisht. I vlefshëm titulli WBO Youth Champions of the World. Interesante është edhe performanca e kundërshtarit Brian Santander me 13 ndeshje të luajtura, 7 prej të cilave me knockout. Po, me knockout. Ka 13 fitore. Edhe do të thënë që në ring në peshimin e dieshëm pati shumë tension midis të palëve. Pati tension midis të palëve në peshimin e dieshëm, por duhet të tregoj diçka Muslia, duhet të lejë emocionet ta marrin, duhet boksi kërkon zgjuarsi, boksi kërkon ftohtësi, krahas shumë komponentëve të tjerë. Dhe mendoj që po e bën. Po ruan distancën, po përdor armë të forta, është më i gjatë se kundërshtari, ka xhep më të gjatë, ka xhep më të shpejt. Thuhet është tipike raundet të para Albi që boksierët synojnë të studiojnë kundërshtarin. Janë raunde zakonisht me pak aksion. Nuk e di për ty, po mua më kanë kapluar emocione kaq të forta. Vetëm boksi t'i ofron, mendoj unë. Sa më duket sikur jam unë në ring, duke u ndeshur. Super goditje nga Muslia. Xhep dhe kroshe e djathtë. Vjen që Rogersi nuk ka për të na zhgënjur, por do të na adhuroj një ndeshje të magjishme, një ndeshje plot emocione, teksa ka përfunduar raundi i parë. Raundi i parë e kreu detyrën. Raundi i qartë, dominant.
por do t'jenë edhe 9 raunde të tjera me nga 3 minuta gjithmonë, në qoftë se nuk kemi një knockout, por edhe po e patëm, duhet të shpresojmë që ta kemi nga Rogers Muslia. Patjetër Albi. Se thash Rumble in the Jungle, eventi madhështor, i mundësuar nga Krushti Hegur të ODR Boxing Promotions, vetë së pëtëreti në Fax News. Falenderojmë promotorët Nelson Hysa, Eduard Alibi dhe Noizi për mbështetjen e këtij eventi. Gjithashtu falenderojmë dhe sponsorët e shumë kanë përfunduar këtë event në qendër të Tiranës, në Grande Panevino, afër Hotel Plazës. Një atmosferë elektrizuese, po, patjetër, e cila po na përshkruan çdo qelisë të trupit dhe nuk di të ndalen. Është tipike për mbështetjen e tifozëve shqiptar. I qeshur në këto momente Santander nga këshillat e trajnerit të tij. Gjithsesi ka përshtypjen se i ka thënë se do të humbasësh. Fillon pra raundi i dytë. Rogers Muslia, Veloshi Pukjan, 25 vjeçar me tutat jeshile përballë kundërshtarit kolumbian Brian Santander. Muslia numëron 7 fitore, 3 përcjellje me knockout. Ndërkohë kundërshtari Santander vjen me 6 ndeshje, 13 fitore, 3 humbje. Xhebi fort nga Muslia, ngacmon gjithë kohës gjen ballin e kolumbianit hera herës. Zakonisht boksierët amerikanë latin shquhen për lëvizjet e belit, janë boksierë që shmangin shumë goditje me kokë. Dhe lëvizje tepër të shpejta. Prap, si se shikon kolumbiani mundohet t'i bëhet si një shënjestër e lëvizshme me bel, me kokë, majtas, djathtas. Mbase kjo është edhe një strategji e tij për të lodhur Rogers Muslin në ring. Secili boksier punon me armët e tij. Muslia duhet gjejë momentin që ta kapi shahmat kolumbianin. Si që shef grush shumë i fort, kroshet djath, kroshet drejt, një djath e drejt. Ja dhe kolumbiani që i thot hajde, dua më shumë, thot grushe. Edhe Muslia i thot, avash avash. Avash se kemi kohë. Po, kemi qëndruar për 6 orë të rës me Team Live, se qëndruam edhe 6 orë të tjera. Ka grush shumë i mirë nga Muslia. Një djath e drejt. Ka kroshet dhe xhep. Super grush nga Muslia. Po dikton dukshëm duelin. E ka vënë pas litarëve. Po sulmon për do të bëj kujdes. Asnjëherë nuk i dihet në boks. Shumë mirë Rogers. Vazhdo kështu, bravo. Ndeshje shumë e bukur. Kjo është sinqerësia mbi tort e të gjithë këtij eventi kaq madhështor. Edhe atmosfera e tifozëve vlen shumë të vlerësuar, është atmosferë kërkesisht elektrizuese, kërkesisht zjarrt se kur më parë. Motivuese për bokserin ton, Pukjanin Rogers Muslia. Bravo Muslia. Dy grusht e ilushton kolumbianin, por edhe kolumbiani përgjigjet me një kundërpërgjigje të shpejtë. Majt, kroshe. Është gjithmonë Muslia ai që komandon ringun, synon të diktoj ritmin e ndeshjes, ritmin e duelit. U theq me dorën e majt, pret momentin për të goditur fort me dorën e tij dominante që është dora e djathtë. Pati një keq kuptim. Një mes sekondat e fundit mbaron dhe raundi i dytë. Raund i sakt taktik për Muslian, dominimi jo ekstrem po i qartë. Dhe le të nis atmosfera në Fax News këtu tek i gjithë publiku, e gjithë audienca e cila është duke ndjekur drejt për drejt live. Roger Muslia kundër Brian Santander. Muslia, Veloshi Pukjan që synon sot kurzohet kampion junior në konfederatën WBO. Pesha 79.6 kg. Divizioni light heavyweight.
dy raunde kanë kaluar, tani kalojmë së shpejti në raundin e tretë. Dy raunde para të qarta për Muslian. Falenderojmë edhe një herë promotorët që bën të këtë ndeshje, Nelson Hysen i cili ndodhet në cepin e Rogers Muslis, Eduard Delpan Rogers Muslis duke këshilluar. Grushti i hekur OTR Promotions mundsuan këtë duel. Fillon raundi i tretë në këtë atmosferë elektrizuese. Të gjithë në mbështetje të Pukjanit, Rogers Muslia, boksieri 25 vjeçar me tutat jeshile kundër Brian Santander, kolumbianit. Dhe kështu nis edhe ky raund i tretë. Ndeshje kjo e vlefshme për titullin kampion bote. Youth, kampion bote junior WBO. Një titull që duhet e përmend teleshikues që shërben si një pararoj e titullit e kampion bote. Shumë kampion bote kanë fituar më së pari këtë titull. I bën paraprit titullit kryesor. Bravo Muslia, erdhi në knockout, një kroshe. Një kroshe e majt. Ishte ajo që soi. Kroshe e majt e djathtë në cep të ringut. Edhe Santander ran tok. Dhe kjo është diskata më e madhe për momentin për Brian Santander, kolumbianin. Ja pra çojmë atë Adari ta mbylli brenda raundit të tretë. Prap kroshe, prap do ditje në pëlqi. Ishte një kroshe të Santanderit. Ata bëj parashikimin unë. Bravo Muslia, prisë, jo të lutem. Sa e rrë ta shojmë ndeshjen deri në fund. T'ja lem parashikimin në dorë Roger Muslis. Shumë round i mirë. Knockdown për Rogers Muslin, Pukjani 25 vjeçar. Ndeshjen e tij si profesionist. Ndeshja e tij e parë për titull. Filli WBO Youth pesha 79.6 kg, divizioni light heavyweight, siç njihet ndërkombëtarisht në angleze. Unë jam Bravo Muslia, jab i shpejt, me të majtën, këmbues. Më thoj Albi. Jam shumë i bindur që do të kemi një festë të madhe me njëherë pas kësaj mbrëmje për të festuar. Shumë goditje ka Muslia, një pasjeshme. Kur i grushtesh. Jab kroshe. Nuk e dia do të rezistoj sa ndër më shumë. Vazhdon grusht mbas grushti. Arbitri po shikon, ndoshta mund të futet. Santander s'po kthen grushte. Mund të futet arbitri. Jo. Shmangu stuhin e grushteve Santander. E bukur fort. Dominim total, por e bukur. Duhet kushtet dhe energji. Është sport i gjatë. Janë 10 raunde, duhet tregoj kujdesshëm Muslia. Nuk duhet ta rëmbejnë emocionet, kjo është kryesore. Jo, duhet menaxhoj dhe sekonda fundit raundit të tretë. Duhet menaxhoj dhe energjit. Janë 10 raunde, duhet mendoj afatgjat. Dhe Kjo nuk duaj. Super round. Jemi në transmetim të drejt për drejt në ekranin e Fox News që prej orës 18 të mbrëmjes së sotme. Një natë plot emocione, një natë tepër magjike. Rumble in the Jungle, eventi mundësuar nga Grushti i Hekur dhe OTR Boxing Promotions, drejt për tres në Fox News. Dhe raundet vjojnë të ndrohen ashtu siç e ka lezetin e vet. Albi, kemi parë boxing më cilësor të mundshëm nga prodhime 100% shqiptare. Mirë, kjo do të jetë edhe ndeshja e fundit për këtë mbrëmje magjike, për këtë mbrëmje e cila edhe pse ka zgjatur për 6 orë jeshtë, duket sikur nuk ka një orë që ka startuar. Event shumë i bukur. Falenderoj sërish promotorët. Pam boks olimpik Shqipëri kundër Spanjë. Më pas pam ndeshje boksi profesionist dhe një ndeshje kickboxing, tani është finalja me Roger Muslin, djalin Pukjan që synon titullin e tij të parë. Dhe me box WBO Youth Light Heavyweight, 70 kg. Raundin e 4. Raundi 4. Tunam bëhëret emrin e
Muslia, boksieri me tuta jeshile, kundërshtari i tij Brian Santander nga Kolumbia, boksieri me tuta kuqe. Raundi i tretë ishte perfekt për Muslin. Arriti knockdown, arriti grushte të shumta, ishte dominim komplet. Ashtu si raundi i parë dhe i dytë, por raundi i tretë ishte diçka tjetër. Prap Muslia vazhdo me presionin, godet në kokë. Xhep. Raundi kokë. Kam baruar këtu, kam baruar këtu. Se besoj të vazhdoj. Mbaroj! Rogers Muslia, WBO Youth Light Heavyweight World Champion. Ja pra fillon festa e shqiptarve, fillon festa e trajnerëve, e miqve, familjes Muslis. Është momenti i tij, është momenti i Roger Muslis. Tani Shqipëria ka një tjetër fajtës Gjerdani. E mrekullueshme. Jesh Ja pra miq, kemi një kampion të ri shqiptar. Rogers Muslia. Ka Jurgen një mikrofonin. Do dhe ka do. Ju lutemi shumë të qëndroni jashtë ringut, sa të përfundojmë gjithçka dhe më pas të gjithë së bashku do të festojmë. Ju lutemi, vetëm qëndroni jashtë ringut dhe për pak momente. Vetëm shumë kujdes për të festuar vetëm jashtë ringut. Është koha për të festuar, por do të presim të pak. Sa po i prez, kampion bote, të shkoj, ati që i takon. Tani më 8 fitore për Muslin dhe një titull kampion. Nëse unë nuk kam më çfarë thënë. Unë të gjitha parashikimet e mia i kam bërë për sot. Gjitha parashikimet e mia kanë dalë dhe nuk ishte si të ishte ndryshe. Dhe thash që do të kemi fest pas disa raundesh. Një mbrëmje kushtin e hekurt, OTR Promotions, Fox News për transmitimin, edhe urinë e boksierëve që dolën fitimtar sot. Sidomos Rogers Muslia, në momenti parushëm për jetën e tij. Besoj momenti më i rëndësishëm karrierën e tij, 100%. Kampion Youth WBO. Ne këtu jemi duke festuar, kam përshtypjen, do jeni dhe ju duke festuar nga shtëpitë tuaja, nga lokalet, kudo që jeni duke na ndjekur në këtë transmetim maraton në Rumble in the Jungle. Event shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Janë të rralla këto lloj produksionesh, këto lloj eventesh në Shqipëri. Shumë boksierë shqiptarë detyrohen të enden nëpër Evropë për të tilla mundësi. Falenderojmë të gjithë ata që bën të mundur. Dhe është shumë e thjeshtë. Ky është Projti e mirë edhe zgjuarësi në momente të çdo ringu. Ja pas të shpejti do kemi kurorëzimin e Gjerdanit për
Pukjanin, nga përfaqësuesi i WBO, World Boxing Organization, në konfederatë. Shqipëria ka një kampionore në federatën WBO. Se thështë një titull që nuk të nakon me të ty, por gjithë shqiptarisë, gjithë shqiptarë të Rusia, shkore këzije, shkore emocioni është të bashkë në të bret, që realisht peshon shumë. Me Roma, gjithë. Me Roma, përstërë. Me gjatë në pjesën në soli gjojë. Për nga marrë të tijë. Në shonja, shira një shbozit ka të në shonja kodë. Të da të në marrë të në pjo. Për tjetë me zonë të tijë. Shonja të tijë. Në të tijë. Për ndërë gjithë. Në të tijë.